çdo rast i tillë do shkojnë SPAK. Dhe do shkojnë në SPAK nga kjo gotim këtu. A është i qëllimshëm? A është thjesht ignorancë në raport me etikën shtetërore? Këtë çështje indiferentët përkatës ta shpjegojnë duke marrë avokat me vete. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar sot në rrjetet sociale një fragment nga fjalimi i ish prokurorit amerikan Robert H. Jackson, duke argumentuar se duhet një drejtësi e pavarur, por jo e papërgjegjshme, dhe se prokurori duhet të kërkojë krimin dhe jo njeriun. Ai përdor citimin: kur prokurori kërkon njeriun përpara krimit, drejtësia vdes, dhe kur një pushtet hyn në territorin e një tjetri, kushtetuta demokratike mbytet. Megjithatë, Rama shton që mesazhi i Jacksonit është veçanërisht relevant për Shqipërinë sot, pasi sipas tij, asnjë nga baltosusit e mi nuk e kupton dhe s'ka për ta kuptuar kur dot, siç fatmirësisht e kupton fare mirë shumica e shqiptarëve. Ky postim vjen në një moment kritik. Jackson i citohet pikërisht ndërsa Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK, është pezulluar nga detyra dhe po përballet me sfidat e saj ligjore. Në anën tjetër, Gazmend Bardhi reagoi ashpër dhe sipas tij citimet e Ramës nuk janë thjesht filozofi ligjore, por një mbrojtje aktive ndaj Ballukut që Rama vazhdon ta mbajë në qeveri edhe pse ajo është e pandehur, ndërsa Sali Berisha shkon më tej duke akuzuar Ramën se citimi i përbën kërcënim me vdekje ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që po hetojnë Ballukun.